kaluar ndryshime të mëdha politiko-ekonomike, janë krijuar modele të reja që nga fillimi i njerëzimit, por që disa modele kanë qenë kryesore. I pari ka qenë modeli i industrializimit, kur për herë të parë u futën makina me avull dhe maqini të ndryshme në prodhimit masiv. Në ndërkohë, pastaj kemi patur dy luftat botërore, para dyta botërore, e cila e kanë shkatruar Europën deri në themel. Edhe Amerika ka luajtur një rol të madh në rindërtimin dhe zhvillimin e Europës me planin Marshall, kur për herë të parë edhe dha fondet mëdha për ta ringjitur Europën, por në ndërkohë janë lindur edhe procese ekonomike nga ky plani Marshall, e cila bazohet mbi masovizimin e produkteve, mbi masovizimin e disa sektorëve, të cilat kanë bënë me ndërtimtarinë dhe krijimin e kompanive mëdha amerikane. Të vim deri te 1990-ta, kur ekonomia e tregut kapitalizmi e promovuar nga Amerika, e fiton ekonominë e planifikuar, ekonominë e centralizuar, të promovuar nga Rusia ose nga ish bloku sovjetik. Dhe për kur nisën si virus koncepti i ekonomisë liberale ose i tregtisë liberale, edhe Amerika ka qenë proponenti kryesor i kësaj koncepti, sepse me krijimin e kompanive globale, bota ishte një fshat i madh. Por në ndërkohë, bota ka ndryshuar shumë këto 10 vjeçarin e fundit, sepse fituesi kryesor nga globalizimi sipas vendeve të tjera jo amerikane është Amerika, e cila e ka krijuar këto kompani të mëdha në kompani globale, të cilat kanë shfrytzuar resurset, fuqinë punëtore, kanë shfrytzuar teknologjinë, lëndën e parë, edhe pasuritë natyrore të shteteve tjera për të arritur mirëqenien e vet, personave të vet dhe të kompanive të veta. Prandaj sot në listën e 100 personave miliarderë më të mëdhenj të botës ke vetëm shumicën ike amerikane, në ndërkohë që kompanitë më të mëdha globale janë amerikane. Por ky 10 vjeçar i fundit ka ndryshuar kontekstin ekonomik, me lindjen ose me zhvillimin e Kinës, e cila merr hovë të madh dhe ka një supermaci të madhe kundrejt Amerikës 3-1, domethënë më tepër eksporton 3 herë më tepër eksporton se sa importon nga Amerika. Janë lindur aleanca të ndryshme politike, siç është BRICS-i, e cila e ka vënë Amerikën në shënjestër ose një rrezik të madh për ta ruajtur atë që quhet supermacia më e madhe ekonomike dhe për të ruajtur dollarin si valutën kryesore të vet në nivele botërore. Kjo është tema e sotshme, tarifat kryesore të Amerikës, pse ata vendosen, çfarë efekti kanë, çfarë reperkusionesh do kemi, a janë të mira apo nuk janë të mira, të gjitha këto bashkë në episodin e 7 të podcastit ton, sezoni i dytë. Mirë se erdhët në këtë podcast, bashkë me Abil Baush do flasim për të gjitha këto. Dhe do mundohemi të sqarojmë disa nga pikpyetjet që kemi ngritur ne si shoqëri këto ditët e fundit. Absolutisht një ngjarje e rëndësishme, një ngjarje që shem edhe e shkundi ekonominë botërore, vënia e tarifave, edhe pse në fillim menduam se do të jetë vetëm një kërcënim, por ja që të gjithë ato që i premtoi presidenti Trump në gjatë fushatës së tij elektorale, ja që realizohen. E tham këtë për arsye se e përmende shumë vitin 1990 kur pikërisht nga Partia Republikane ishte Ronald Reagan. Unë bëj një farë lloj krahasimi të këtyre dy personave, të Reaganit dhe të Trumpit, mirë po ja që ky e tejkalon me atë të cilën ne nuk jemi mësuar ta shohim, ose teoritë ekonomike filluan ose modelet ekonomike po fillojnë të marrin kahje të tjera. Unë ende besoj në ekonominë e lirë ose ekonominë globale, ende besoj në teorinë e Ricardos, ende besoj në teorinë e Smithit, se njerë bota do të jetë një fshat i madh, mirë po ja që në aspektin politik dhe në atë aspektin e luftës ekonomike dikush tjetër mendon ndryshe. Po, pse u vendosën tarifat? Pse u vendosën tarifat, nuk e di. Shumica e personave nuk e din që kjo është, mas pari një shumica e amerikanë mendon që kjo është antiligjore. Edhe ka të bëjë me një vendim ekzekutiv të cilën e ka vendosur presidenti Nixon dhe ka thënë se mund të vendosen edhe masa ekonomike në rast të krizës. Edhe shumica e asaj që unë ndjeki debat amerikan sot këto ditë është që nuk ka patur as edhe një lloj krize në Amerikë për të vendosur atë rregullin ekzekutiv që vendosin amerikanët dhe për të vendosur tarifa. Tarifat vendosen edhe ja jep autoritetin presidentit
të shtetit, vetëm në qoftë se ka edhe një herë thash kriza ose ka diçka e cila nuk mund të kontrollohet nga ekonomia liberale ose nga ekonomia neoliberale që nuk kupton tregti të lirë. Proponenti kryesor i kësaj teorie kanë qenë Amerika, vetë krijesa e saj ka qenë WTO, World Trade Organization, ose nga tregtare botërore, e cila në esencë ka të monitorojë të gjitha shtetet të cilat nuk do vendosin tarifa për të mundur të ketë një fluks më të lirë të produkteve dhe shërbimeve. Tani, çfarë janë tarifat? Mund të shpjegojmë pak, Abil, çfarë janë për këto që nuk e dinë? Çfarë janë tarifat? Okej, më thjesht tarifat janë një farlloj një masë e cila merr një shtet, një shteti A kundër shtetit B për ta mbrojtur produktin e vet në situata të caktuara. Kjo ndodh për ta mbrojtur prodhimin e vet, prodhimin vendas e tjerë e tjerë. Do ti dallojmë tarifat nuk janë pjesë atyre përqindjeve doganore, po në raste kur ekzekutivi vendos për të mbrojtur fitim, nuk janë tatime, nuk janë pjesë e tatime, po tarifat janë në raste kur duhet të mbrohet thuaja produkti juaj ose prodhimi juaj ose ekonomia juaj dhe këtë e bën dhe kjo u bë, e kemi përmendur edhe një herë në një podcast tjetër, e bën që tarifat të jetë edhe një farlloj thuaja një masë e cila është për momentin për mua arkaike në ekonominë ose në mbrojtjen e produkteve vendore, për arsye se më ekonomia është shumë e globalizuar dhe ekonomia lëviz shumë. Dhe kjo na ndodh neve tash në këtë erë të cilën ne jetojmë. Po, edhe shkurtimisht me thënë tarifa, pikërisht ato që e thua ti, presidenti Trump ka kaluar nga 20% deri në 35% ka vendosur tarifa, edhe këto janë tarifa edhe më shumë. Edhe më 37 ka patur ta bëjmë të qartë, do të thënë administrata Trump ka marrë një farlloj modeli kalkulimin në të cilën e ka bërë kalkulimin e të gjithë shteteve të cilat importojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në bazë kësaj kanë nxjerrë përqindje për secilin, por atë të mos e marrim këtë si një pjesë politike, sepse në Maqedoni dhe Serbi ka më shumë tarifa dhe në Kosovë dhe Shqipëri. Jo, s'ka lidhje. Po kjo ka të bëjë me atë modelin ekonomik në të cilën ato e kanë bërë si ekuacion matematik dhe në bazë këtij ekuacionit matematik të gjithë shteteve i kanë vendosur tarifa. Ka shtete të cilat kanë edhe mbi 7% tarifë. Po, tarifat nuk vendosen për shkak se sa i afër që je politikisht me dikën, por vendosen se nëse ti e dëmton atë lloj produkti të cilën ke vendosur ta mbrojsh apo atë sektor të cilën ke vendosur ta mbrojsh. Atë që tha Abili është se tarifat presidenti Trump ose administrata Trump ka vendosur për ta mbrojtur produktet e caktuara ose sektor të caktuara. Ato kanë patur probleme të mëdha me industrinë e automobilistike, e cila përjeton humbje të mëdha dhe lënje nga puna të mia punëtorëve që janë Detroit dhe Michigan edhe në vende të tjera të Kalifornisë, kanë probleme me industrinë avio transportuese, e cila po ashtu Boeingu, e cila po ashtu subvencionohet nga shteti amerikan dhe ka probleme mëdha, edhe gjithë këto subvencione të cilat janë miliarda euro, Amerika ka vendosur që t'i kthejë në tarifa me qëllim që të mundet t'i jep një lloj avantazhi, një dorë avantazhi këtyre kompanive, edhe këto kompanitë të cilat importojnë në Amerikë mos e kenë favorin nga e kostos lirë. Tani pyetja është pse shumica e produkteve nga Kina vijnë më lirë ose nga vendet e tjera, edhe duhet të ketë tarifa plotësuese. Pse produktet amerikane janë më shtrenjtë. Kjo është për disa procese ekonomike, para mund të jetë efektivitet dhe eficiencë atyre kompanive, mund të jetë investime në teknologji të cilat kanë bërë këto kompani dhe janë më produktiv, mund të jetë fuqia e lirë punëtore e cila e ka Kina, edhe fuqia punëtore ka një përqindje të madhe të kontabilitetit të kostos në krijimin e produkteve ose menaxhimit të kostos, mund të jetë aksesi te lënda e parë, mund të jenë 1 milion arsye tjera që e bën një kompani ose një shtet më efektiv dhe më eficient për ta vendosur një çmim më të lirë se sa Amerika nuk dëshiron të prodhojë më produkte të pista, siç është tekstili, siç është plastika, siç është kputucët që janë ose apareli tekstili, janë gjëra të cilat kanë të bëjnë me një lloj procese të cilat janë punëdore më tepër, dhe Amerika në vitet e 90-ta këtë e transferoi në vendet e treta,
Indonezi, Bangladesh, Nazi. Kinë, kështu me radhë, edhe tha që unë do fokusohem te sektori bankar, financiar, edhe shërbimet, edhe inovacion dhe kreativiteti. Prandaj këto lloj produkte tani po i vinë si bumerang Amerikës, edhe Amerika vendosën tarifa të mëdha, thamë edhe një herë ndryshme deri në 37% për ta mbrojtur për të mbajtur këto lloj sektor, edhe për ta vendosur, domethënë që kompanitë amerikane të jenë konkurrueshme. Për ta ilustruar shkurtimisht, nëse një produkt nga Kina ka për shembull 25% tarif për ta eksportuar në Amerikë, nëse vetura kineze bën $10,000 për shembull përpara tarifave dhe ka 25% tarif, atëherë kjo veturë do bëjë 12,500. Edhe këtu me këtë lloj efekti Trumpi kërkon që vetura kineze mos jetë atraktive, më sepse rritja e kostos do mundonte që konsumatorin amerikan të bëjë një lloj switchi, domethënë nga 12,500 të shkojnë në një alternativë të re tjetër, të cilat do blen nga Amerika. Tani pyetja e madhe që e vendosin këtë ekonomistët është se a do ketë kapacitet dhe potencial që nëpërmjet startupeve, nëpërmjet subvencioneve, nëpërmjet tyre politikave të divertohen këto prodhime në Amerikë. Sa ja fjalë. Përveç se ato që i përmende, që Amerika të gjithë këtë prodhimin, këtë forcën punëtore etj transferojnë kryesisht në Azi, Amerika për këto vende të tjera duhet ta përmendë se është një treg i madh. Më thonë edhe tregu konsumues i Amerikës është jashtëzakonisht atraktiv për të gjithë, edhe për pjesën e Unionit Evropian edhe për pjesën e Azis, dhe kjo e bën Amerikën pak më shumë, e bën Amerikën të jetë edhe pak më e prekur nga produktet të cilat vijnë nga jashtë. Ja edhe një shembull pak më të vogël. Dhe tash edhe pse kompanitë e mëdha, sot ndëgjova se edhe Apple është kundër tarifave për arsye se nëse merret kalkulimi i produkteve të cilat i shesin, ato për shembull iPhone-i, si produkt, ajo të gjithë pjesët e iPhone-it janë të prodhuara në shumë vende tjera, domethënë prej në Korenë e Jugut, në Kinë, në Indonezi, në Malezi dhe tjetë, dhe kur kompletohet i gjithi, tash nëse ai produkt kushton, të themi $1,000, domethënë nëse kompletohet gjithë do ta marrë një çmim plus 80%, domethënë do të kushtojë $1,800. Dhe kjo si ka më tepër komponente. Po, dhe kjo nuk e bën të aftë tregun amerikan të prodhoj këto komponente. Domethënë, ai e damtoi, po pajtohem unë për tregun automobilistik, po ja edhe aty, më falni, aty te tregu automobilistik, nëse merrni një Ford dhe ata e shkatroni kështu të gjithën në pjesë, do të shihni se shumica e pjesëve të Fordit janë të vendosura në një veturë në shumë vende të tjera të cilat nuk janë në Amerikë. Çka më shumë interesant se një Ford vetur 6 herë do duhet të tatimohet një pjesë e asaj veturës. E dini si ishte kjo? Më është shumë interesant se edhe unë sot dëgjoja një debat për punën e këtyre veturave. Ajo do të shkon prej në Meksiko, do të hyjë në Amerikë, prej në Amerikë do të kthehet përsëri në Meksiko, prej në Meksiko do të shkojë në Kanadë, prej në Kanadë do të kthehet në Amerikë, prej në Amerikë përsëri të shkojë në Meksiko, dhe ai 6 herë ai produkt do të lëvizë. Dhe me lëvizjen e tij për 6 herë, ai do të duhet tatimohet për 6 herë. Do thonë, edhe këto tarifa të cilat i ka vendosur janë duke bërë një kaos të vërtet edhe në berzat amerikane. Por unë visar e mendoj se puna nuk është puna të tarifat edhe të mbrojtja ka një loj mbrapa kulisave. Do të tregojmë të gjitha këto, domethënë e para është një arsye kryesore, tash ta shohim nga aspekti amerikan. E para një është domethënë se Trumpi dëshiron të mbrojë produktet amerikane me qëllim që të ketë më tepër konsum të produkteve made in USA, domethënë e prodhuar, e distribuar, e shitur në Amerikë. Kjo e para. E dyta mendohet edhe dëshiron ti mbrojë sektorët tradicional të cilat kanë qenë sektor përpara me fuqi të madhe absorbuese punëtore ose me fuqi punëtore, siç është për shembull, thamë edhe një herë, industria automobilistike, bujqësia, blegtoria, industria aviatike, e cila ka shumë fuqi të madhe punëtore, dhe ato dëshirojnë dhe shohin që ka një lloj largimi nga këto kompani, edhe ai nuk do të krijon shtresa sociale të reja, dëshirojnë që këto lloj vende pune të krijohen të rinë në Amerikë. E treta është domethënë ai dëshiron të kthej kapacitet prodhuese nga Meksika, nga Kina, nga
Kanada të cilat quhen Dirty 10 countries, shtetet të cilat vinë më tepër ose kanë kapital amerikan, dëshirojnë që t'i kthej. Kjo është penalizimi i kompanive amerikane të cilat kanë vendosur në vitin 90 të shkojnë në Kinë, edhe kërkon që t'i kthejnë mbrapsht, me të ato që i theti edhe përpara ti. Janë këto 3 arsyet kryesore. Dhe e katërta, e cila unë mendoj që nuk e thuan ato haptes, po është arsye politike, është që Kina ato po i shqetëson shumë. Domethënë edhe unë mendoj që ne jemi reperkusion i një lloj lufte e cila ekziston ndërmjet Amerikës dhe Kinës. Ato e dinë që nëse Kina tani ka supremaci 3-1, domethënë Kina eksporton 3 fish më tepër se sa që importon nga Amerika, këtë kjo përkthehet në mirëqenie ekonomike, këtë kjo përkthehet në investime teknologjike, këtë kjo përkthehet në investime në ushtri. Sot ushtria amerikane është ushtria më e madhe në botë. Sot aviacioni dhe marina kineze, e lexojsha domethënë këto ditë që është investimi më i madh dhe kjo lloj mirëqenie ekonomike e Kinës është rrezik për filozofinë amerikane të tesës. Edhe prandaj do të thonë që tani ka ardhur koha njëherë për gjithmonë që t'i vendosim të lloj tarifa, që ta nivelizojmë të paktën kuptimin. Tani këto pastaj lojrat e ne ta ulim deficitin tregtar, kjo nuk bëhet me tarifa, kjo bëhet me domethënë me një lloj politika tjera, subvencione, incentive kështu me radhë, po unë mendoj që pas kësaj është vetëm rreziku të cilën e ka përjetuar, që e ka përjeton nga Kina. Edhe të gjithë këto aleancët e reja me Rusinë, me vende të tjera janë pikërisht nga një luftë ekonomike tregtare e cila po i shpallën Amerika Kinës, sepse Kina nuk është më ai shteti i cili prodhonte plastik edhe prodhonte qese plastike edhe prodhonte tekstil të lirë edhe prodhonte këpucë lira, por është shteti i cili është futur në sektorin e teknologjisë lartë, është futur në sektorin me vlerë të shtuar të produkteve, prodhon kompjutera, prodhon vetura, prodhon aeroplana, edhe software, edhe tani pyetja është si e ka bërë këtë, e ka bërë me kopim të patentave amerikane kështu me radhë, por kjo është pak e rëndësishme. Ato tani kanë një lloj mirëqenie të madhe ekonomike edhe janë rrezik i madh për filozofinë dhe për mënyrën se si amerikanët jetojnë. Dhe jo rastësisht në top 100 e njerëzve më të pasur në botë kanë filluar të paraqiten edhe kinezët e parë aty. Do thonë kjo është ajo të cilën ato i shqetëson edhe më shumë. Ato janë të paraqitur edhe në berzën amerikane, që shoh kohën e fundit, janë inkuadruar jashtëzakonisht shumë në investimet, po edhe kanë filluar të investojnë edhe brenda në Amerikë, kinezët. E tash se si kjo do të vazhdojë tutje, kjo politike e devalvimit të berzës amerikane më shqetëson kohën e fundit, për arsye se me ata devalvimi kujt më fal? Do të thonë të berzat amerikane kanë filluar të humbin pesë, si themi, të fillojnë të edhe berza gjermane, për arsye me këto tarifat, për arsye se ky mendon në politikat e tyre mendon se kështu do të grumbullojë më shumë kapital, edhe do t'ju lejoj që amerikanët normal do të mund të investojnë në këto berzat, të jetë gjithë përfshirëse, domethënë berza, edhe për të gjithë qytetarët e Amerikës, duke haruar se në një moment të caktuar edhe shtetet sikur që i paraqit edhe vetë qytetarët e Kinës mund të investojnë ato berzat amerikane dhe përsëri ta rikthejnë një farë force, vonë të hyjnë brenda. Po si kjo do të vazhdojë tutje, është me të vërtetë një pikpyetje e madhe. Edhe devalvimi i dollarit kohën e fundit dëgjuam se edhe do ta devalvon dollarin për arsye që të jetë atraktiv për të shit produkte amerikane jashtë Shtetit Bashkuar të Amerikës, por devalvimi i dollarit nuk e bën me devalvimin është interesant e arit. Do të bëj devalvimin me anë të kriptovalutave. Edhe kjo është një rrezik jashtëzakonisht i madh, sepse ne ende nuk i dim kriptovalutët deri ku mund të shkojnë, ose si janë të bëm, ose si janë, çfarë produkti janë, ose çfarë ofrojnë ato. Edhe këtu mendoj se do të jetë jashtëzakonisht një gjë në të cilën ne duhet të fokusohemi dhe ta shohim se si do të zhvillohet ky trend makroekonomik në atje. Po mirë Visal, çka ne tash? Çka bën bota? Bota është domethënë e acaruar nga kjo, sepse domethënë Amerika ka qenë proponenti kryesor i tregtisë liberale ose asaj tregtisë liberale, dhe nëse ju investoni kaq shumë para që të krijoni organizata botërore që të ketë tregti të lirë dhe këtë kjo me mirëqenien që marrin kompanitë amerikane, tani ju ktheni dhe krijoni politika proteksioniste ose
ose politika izolatore, thonë që ne do të shikojmë vetëm ekonominë tonë. Ekonomia amerikane është shumë e izoluar. Atë po lexoja, The Economist dhe Financial Times, për pasoja që do të ketë kjo lloj politike do janë shumë ndaja. E para njëherë sot ti nuk mund të mbrojsh prodhim, sepse 75% e ekonomisë ose ekonomisë totale amerikane janë shërbime, janë sende intangible, jo materiale, jo të prekshme. Domethënë, sot amerikanë nuk prodhojnë kur gjë të prekshme, domethënë kuptimin e nuk është modeli i tyre ekonomik. Se ti thuaj që unë do bi tani prodhimin nga jashtë, amerikanët merren me plastik apo të merren me sende, sot Amerika është vendi më i rregulluar në treg me ligje. Si do e zbatojsh këtë kuptimin e mbrojtjes së ambientit e kështu me radhë, ato që quhen. Ato ti ja ke dhënë Bangladeshit, Indonezisë, Indisë për shkak të këtyre mungesës të ligjit, mungesës zbatimit të ligjit, mungesës të shtetit, mungesës rregulatorëve, për shembull për underage employment, domethënë se sot një person në Amerikë që nuk ka 18 vjet nuk mund të punon. Në Bangladesh por edhe fëmijët, edhe ato i keq përdorin fëmijët me rrogë më të vogël. Unë nuk e kuptoj domethënë se si mundesh të krijosh këto lloj koncepte. E treta, koncepti i mbrojtjes ose i krijimit vendeve të reja të punës nuk i mban, domethënë tek mandati edhe evidencë që mandatin e parë të Trumpit. Në mandatin e parë të Trumpit ai vendosi tarifa për çelikun për shkak se do të ta mbron industrinë automobilistike, edhe vërtet është i krijoi 1000 vende të reja punës në Amerikë. Përhumbi 75.000 vende të reja punës në këtë sektori tjera, sepse ekonomia amerikane është shumë e integruar me ekonominë globale, posaçërisht me atë europiane, edhe kineze. Ja për informacion, domethënë shkëmbimi tregtar me Europën është që Europa 531 miliard euro eksporton në Amerikë dhe importon 333 miliard. Tani, e vetmja e mirë që vjen nga kjo tarifa se do resetohet bota abil, edhe në bazë Trumpi ka diçka të drejtë kur thotë që ne në koston ton e kemi mbrojtur Europën nga stabiliteti, i kemi dhënë paqe, i kemi dhënë nga luftra, sepse shumica e këtyre shteteve nga mirëqenia ekonomike nuk i kanë përkthyer në 3% për NATO, për ushtrinë, të gjitha këto koncepte të cilat i ka mbajtur, por kjo është kostoja e qenit shteti më i zhvilluar ekonomikisht edhe kthimi i një koncepti të global policeman, të policit global. Tani ti nuk mund të jesh shteti më i zhvilluar ekonomikisht, përfitojsh nga këtë bota për shkak të kësaj ekonomisë liberale dhe konceptit të globalizimit dhe pastaj thuash unë nuk i marr pasojat ose obligime që i kam nga kjo. Tani ti je shteti më i zhvilluar dhe duhet të mbash pasojat e këtij rregullimi të ri që të cilat ju ke krijuar. Ajo e mbani mend kur domethënë kur ra perdja e hekur atje ishte Amerika ajo e cila e krijonte luftën dhe fitoi luftën e fortë, e ftohtë. Tani nuk mund të thuash dëgjoj unë i mora ato përfitimet, po. Tani do ikim me obligimet. Këto janë gjërat të cilat do duhet ti. Tash në këtë qëndrim unë jam duke ndjekur pak edhe shtetet evropiane. Ka dy fryma, domethënë dy lëvizje të cilat njërat dhe ato duan të kthejnë me të njëjtën devizë, edhe ato të vendosin tarifa, të tjerët janë më liberal, të cilat kërkojnë që mos të merret masa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më vendohet tarifa. Unë jam nga pjesa e dytë, ne nuk duhet të nxitojmë dhe të fillojmë të vendosim tarifa për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse shive ekonomia është e lidhur dhe ne nuk duhet konsumatorët tonë ti ndalim nga produktet amerikane, sepse me të vërtet janë edhe kanë kualitet të tjerë. Por ja të bëjmë një shembull, nëse industria automobilistike e Shtetet e Bashkuara të Amerikës mendon se do të sjellë vetura në Evropë, kjo është jashtë asaj, jashtë mendjes logjike, për arsye se evropianët nuk do t'i ngasin asnjëherë ato vetura, ose nëse ato modifikohen ndërkohë dhe bëhen konkurrent ndaj tregut evropian. Po Unioni Evropian ose Evropa në përgjithësi do duhet të kërkojë aleanca, edhe ajo të fillojë të kërkojë aleanca dhe të zgjerohet dominimin e saj. Unë dëgjova Varoufakisin, ish ministrin e financave të Greqisë, me një moment që tha që ja kjo është shansa e Evropës të tregoj se mund të dalen nga kjo kriza shumë më e mirë.
Por ajo që më brengos më shumë te Unioni Evropian një farlloj letargjie jashtëzakonisht shumë e madhe. Këto janë letargjik ja 10 vitet e fundit, domethënë, kur flitet për inovacione, për startupe, për gjithë këto gjëra, Evropa është shumë jashtë punës së Shive Europa është dhe unë mendoj, disfunksionale si union. Po, unë mendoj se po të ishte Evropa në rolin e Kinës, atë nuk do të bëheshte kjo kaq e madhe, domethënë jashtëzakonisht shumë e madhe është friga e Amerikës ndaj Kinës, sepse po të ishte Evropa në këtë situatë caktuar, mendoj se nuk do të vinim te kjo situatë. Po edhe Evropa duhet të fillojë ta luajë lojën e mediatorit për momentin, sepse e luan atë rolin e mos marrjes të vendimeve të sakta, edhe ato ekonomike. Domethënë, as nga ana tjetër nuk ballafaqohet mirë si duhet me Kinën, as nga ana tjetër nuk ka një partneritet të mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo neve na bën një farlloj problemi jashtëzakonisht shumë të madh këtu te ne. Kjo është mendimi im. Por do duhet mos ta kthejmë ne me të njëjtën monedhë këtë punën e tarifave, do ta lëm, se unë besoj në shoqërinë amerikane, se shoqëria amerikane edhe protestat të cilat tash edhe ekonomistët e mëdhej tash që flasin në Amerikë na tregojnë se ato nuk I përkrahin tarifat, dhe mendoj se do të ketë një ndryshim. Mendimi jam. Po, shumë bukur. Tani çfarë efekte ka janë të mirë dhe çfarë nuk janë të mira. Disa dhana për thjesht për ta ilustruar, domethënë pse tarifat janë sipas të dyve ne, meqense me një fjalë nuk janë të mira. Deri në 2008 ekonomia e Amerikës ishte në të thjeshtë masinë e Bashkimit Evropian, domethënë ajo ka qenë. Tani për 2022-2023 e ka bërë dyfishën e kësaj, domethënë tregon evidencë ka që ekonomia liberale, ose tregtia liberale e ndihmon Amerikën dhe nuk e ndihmon Amerikën. Kjo e pa. E dyta, të ardhurat mesatare të amerikanëve në vitin 1990 kanë qenë $54,000 në vit, nëse të botës OECD-s, domethënë tjetra është $44,000, e cila ka qenë edhe atëherë mirë. Por tani të ardhurat amerikane në 2023 kanë shkuar në 68,000, domethënë janë rritur ngjeshëm për shkak të këtij konceptit liberal edhe konceptit global të që ka ekziston në botë. Shteti më I dobët, Mississippi, më I varfër amerikan, domethënë kemi marrë shtetin më të varfër amerikan, ka GDP per capita ose GDP per kokë banori ka për $51,335. Domethënë që është shumë më e madhe se sa e Francës, e Japanit edhe Britanisë Madhe. Tani këto janë të gjitha evidencat që tregojnë që tregtia liberale ose ekonomia neoliberale e cila nuk lejon tarifa, po lejon shkëmbim të dijes, të konkurencës të produkteve e kështu me radhë, tregon që Amerika e ka supremaci sepse ka investuar e para fillimisht në teknologji, në fuqinë punëtore, në produkte, në R&D, research and development, në ulëmtim dhe në zhvillim. Edhe kjo I ka dhënë një hap të madh amerikanëve për të qenë supremacinë. Tani kur ju ketë këto lloj evidence I keni ktheheni në supremaci dhe ktheheni në tarifa edhe ktheheni në politika proteksioniste, kjo do I shkaktoj dëme mëdha të Amerikës. Tani çfarë duhet të bëjmë ne? Ja tani I tham këto, çfarë do të bëjë Maqedonia për shembull, si çfarë mendon ti? Un kam ja 3-4 pikat e mia, Maqedonia, kështu do të vetëm të bëjmë një diagnostikim, nuk ka Maqedonia 33%, është edhe e para nuk kemi ne ndonjë impakt shumë të madh në tregtinë me importin dhe eksportin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në top 10 që nuk e kemi Amerikën, por këto në TIRS që janë këto industritë, këto e bëjnë atë kemi 33%. Në mënyrë indirekte Maqedonia do të jetë e goditur nga tregtia që e kemi me Unionin Evropian, dhe këtu e presim atë goditjen e madhe. Domethënë para ta kemi edhe parashikuesit ta dinë se Maqedonia ka marrë 33% nga këto politika të gabuara që kemi bërë ne me këto zonat e lira ekonomike dhe që kemi subvencionuar, dhe ja kjo tash paraqitet me këtë. Po edhe kjo, po që tjetë kështu, ne nuk kemi ndonjë impakt shumë të madh me politikën amerikane, me ekonominë. $185 milion në vit kemi bilans tregtar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është mund të themi shumë pak për dallim me për shembull me Gjermaninë ose me vende tjera evropiane. Po. E çka duhet ne të bëjmë atë? Çfarë duhet të bëjmë ne? Un kam 4 pikat e mia, ose
të themi disa pike. Para është domethënë duhet të ndryshojmë modelin e zhvillimit tonë ekonomik, që i cili ka ngel nga koha e Nikola Gruevskit, ajo është e fuqia e lirë punëtore, hajde investoni sepse ne kemi fuqi të lirë punëtore, kjo duhet fakt të ndryshojë dhe nga modeli i fuqisë lirë punëtore ne duhet të fokusohemi tek modeli i promovimit të fuqisë punëtore ose kapitalit njerëzor. Si promovohet kapitali njerëzor nëse ne investojmë tek të rinjt për startupe, ideja të reja, investojmë në shërbime, sepse ne prodhim të madh nuk kemi, as shtet të madh kemi, as tokë të madhe punuese nuk kemi, as edhe do një lloj resursi e cila buron nga natyra. Ne kemi njeriu kryesor, edhe ne duhet të ndërpresim imigracionin dhe sa më tepër të fokusohemi tek njeriu në koncept me startupet, me lishmërinë me universitetet, lishmërinë me inkubatorët, që të krijon startupe ideja të reja në industrinë e bankave, financave, shërbimeve kështu me radhë, e të mundohemi të eksportojmë, domethënë në vendet e treta, sepse kjo është koncepti kryesor. E dyta, ne duhet fokusohemi gjithmonë, domethënë ne duhet ta ulim varëshmërinë nga importet. Ne kemi folur në podcaste të tjera, kemi varëshmëri të madhe në çdo produkt, por shqetësuese është ushqimi, janë buka, janë mishi, janë qumshti, edhe ne duhet të investojmë fuqishëm në sektorin e bujqësisë që të paktën të mundemi të ushqemi në mënyrë lokale, jo në mënyrë rajonale. E treta, ne duhet të ndihmojmë kompanive të cilat mbajnë tregti me Amerikën të diversifikojnë furnitorët, sepse duke i ndihmuar me lista furnitorët, ato nuk varëshmëria nga një furnitor do jetë goxha e madhe, ndërkohë që nëse ne japim lista të furnitorëve që shesin atë lëndë para ose atë lloj produkti, të mundet ato ta diversifikojnë dhe të mund të tregtojnë me kompani tjera. Dhe e katërta, unë mendoj se ne duhet të diversifikojmë tregjet. Ne nuk duhet tani Gjermania të nkosë, nëse Gjermania mund të vendojë një lloj politike tarifave ose Amerika, po kjo është shumë shqetësuese sepse ne kërkojmë tregje të ndaja në Evropën perëndimore apo në Amerikën, ndërkohë që në rajon ne kemi shkëmbim të vogël. Pse? Sepse kemi një politikë nacionaliste, shoviniste, e cila krijon armiqësi me miq tan rreth rrotullneve, edhe nuk krijoj ura lidhëse, domethënë ura lidhëse e marrëdhënieve janë kompanitë, fuqizimi i kompanive të cilat bashkëpunojnë me Kosovën, bashkëpunojnë me Shqipërinë, me Bullgarinë, kështu me radhë. Edhe investimi në këto kompani mund të arrijë shkëmbimin e madh tregtar dhe mund të jep vende të reja të punës në Maqedoni. Krejt pajtohem, vetëm ta përmbyllim me këtë pjesën e fundit, Maqedonia duhet të jetë një farlloj crossroad. Do thonë, nëse investon në infrastrukturë dhe bëhet një farlloj crossroad dhe bëhet një nyje lidhëse me vendet ballkanike, unë mendoj se do të mundet të ketë një farlloj rritje ekonomike dhe një strategji tjetër. Faleminderit shumë, këto ishin disa nga mendimet tona, mirupafshim javën e ardhshme. Mirupafshim.